Nëse dikush po them ju pyet çfarë je ti, cila është përgjigjja e parë që cila është e vërteta po them. Ti je çilc tërmbëllëç. Çilc tërmbëllëç do të thonë që hap çdo dyrë. Zhytës profesionist? Po, niveli 3 gati. Niveli 3. Do të thënë fotograf profesionist, wildlife fotografer, dental macro fotografer, profesionist. Këngëtar, profesionist që nga mosha 5 vjeçare e tuti. Besoj astronaut. Unë realisht kur e kam parë për punën e juaj dhe më ka pëlqyer, kam qenë inkurajues në këtë punë me hec, sepse jeni më afër audiencëve dhe më afër publikut. Para duhet me qenë barkin e madh, syzat, me qenë pak më mosh, dentisti, kurse sot dyshon, sot dentisti mund të ketë një tatuazh, mund të ketë pak trendi. Mund të ketë trendin, mund të ketë flokë të gjata. Po jam pak të detyruar dentistët ta mësojnë aparatin sipas te si më. I ndihmon shumë. Dhe kisha ofër çdo lloj krijese të botës egër, ku ne arritëm të finalizojmë dokumentarin e parë të botës egër. Momentin kur donte me ndez motorin e skafit, nuk ndiste motori. Ta shifsh të një hipopotam kur hap gojën, gjithë atë gojë, e ti ke një bark sa gjysma gojës ti, mendoj që në këtë pikë duhet jetë pak ligji më strikt, të funksionojnë pak më mirë shoqatat e dentistëve shqiptar, e jo vetëm të bëjnë konferenca që t'jemi obliguar ne si dentistë shkojmë në konferencë, marrim pikët dhe pastaj marroj puna. Në Kosovë, Shqipëri janë invalid gojës fal dentistëve, mjeresht. E këtu mjekësia ligjore ka shumë punë me bo. Ky podcast Dentistë Shqiptar Media më asocion edhe mblidh me shumë gjëra, sidomos me Shqipërinë që asnjëherë na nuk e kemi bërë një ndonjë ndamje Shqipëri-Kosovë, pavarësisht që u bëm 2 shtete. Po në temel jemi një. Ka njerëz që zgjedhin një drejtim në jetë dhe thjesht I qëndrojnë asaj. Por ka njerëz që refuzojnë të zgjedhin. Dhe ky është dhe rasti doktor Granit Hyseni. Ne kemi kënaqësinë të kemi shqiptarin e parë prej Kosove në Poltron, në podcastin ton, dhe nuk është një dentist I zakonshëm. Ai është një kirurg oral, është një zhytës profesionist, është këngëtar profesionist, është fotograf profesionist dhe të gjitha eksperiencat e tij ai do I ndaj me ne në episodin e radhës në Poltron. Vjen jo si një simbol, por si fillimi diçkaje që duhet kishte ndodhur kohë më parë. Përshëndetje doktor, mirë se na erdhe në Poltron. Kënaqësi të kemi këtu. Je I ftuar I parë nga Kosova, je shqiptar I parë I Kosovës dhe është kënaqësi për mua që je ti, duke parë profilin tënd goxha interesant, sepse kishe një profil shumë ngjyrës dhe unë do të vesh të diskutonim pothuajse për të gjitha këto aspekte të tua, këto dimensione të tua sot. Faleminderit, por po vjen mirë që jam dentisti si shqiptari I parë nga Kosova që marr pjesë në këtë podcast. Faleminderit, kënaqësi. Unë kur kam parë profilin tuaj, domethënë nuk kam ditur nga t'ja nis. Dhe domethënë nëse dikush po them ju pyet çfarë je ti, cila është përgjigjja e parë që cila është e vërteta po them. Si prezantohesh? Gjakova e ka një shprehje për mua, se ata janë pak ta quajmë si shkodrant me batuta. Ti je çilc tërmbëllëç. Çilc tërmbëllëç do të thonë që hap çdo dyrë. Po bëj pak shaka, po sa të jem thojmë multitask. Po jam një njeri thjesht si gjithë njerëzit tjerë, po mundona me bëj një punë perfekte në ato siçka unë realizoj. Përpos profesionit tim si dentist, kam edhe pasionet e mia të cilat përkushtohem maksimalisht për to. Por si mundesh që të gjesh, domethënë, kohën midis të gjithave këtyre, sepse po I përmend pak, zhytës profesionist? Po, niveli 3 gati. Niveli 3. Domethënë, fotograf profesionist, wildlife fotografer, dental macro fotografer, profesionist. Këngëtar, profesionist që nga mosha 5 vjeçare e tuti. Besoj astronaut. E ke në planë. Veç adon.
dhe kirurg implantolog. Po, Këto janë besoj profilet kryesore të tuat. po. Po ka qenë domethënë se cila e ke gjetur gjatë rrugës apo ka qenë diçka prej fëmijërisë, po them kanë qenë pasione, kanë qenë ëndra të tuat. Realisht muzike mund të them që e kam nisë parën, që moshën 5 vjeçare kam filluar të këndoj në për koncerte të ndryshme të fëmijëve që organizoheshin në atë kohë. Ne kemi qenë në atë kohë të okupuar nga serbët që dihet si kanë rrjedh gjanat. Dhe nuk kemi pas institucione sakta të formume si ka Shqipëria tani dhe Kosova tani. Po jemi mundur në për shkollat ndryshme të organizojmë koncerte, festivale dhe unë isha gjithmonë pjesëmarrës në to, duke u rritur gradualisht dhe duke u profesionalizuar. Pas tutje pasaj ka qenë formimi i bendit tim, marrja pjesë në për festivale të ndryshme, krijimi i albumeve, videoklipeve dhe të merrem si këngëtar profesionist. Kuptohet, shkojsha edhe në anjegje të ndryshme, derisa u bona laborant dentar fillimisht. E ke nisur si laborant? Po, fillimisht po. Rrjedhi për një familje stomatologëve, babën, nanën, vllaun, unë jemi gjithë stomatolog. Dhe thojnë ndardha pikë ndardha, do që nuk kisha se këtë jam bëj ndryshe përpos që të krijoj edhe një profesion primar, siç është stomatologjia. Interesant, domethënë standardi në familje goxha i lartë. Fal familjes, normalisht që jena mundu mos ta shgënjejmë edhe babën e nanën. T'ju plotësojmë edhe aty ato dëshira që kam pas. Keni fëmijë? I kam 3 fëmijë, 2 goca dhe 1 çun. Ti si e mendon të ardhmen e tyre, domethënë i shikon Ne kemi pak... një amanet prej babës, ku thot edhe nanës kuptohet. Paktën për secilit familje, do të thonë se ne jemi 4 fëmijë gjithsejt, unë, vllau dhe 2 motra. Okay. Të nxjerrim paktën nga një dentist. Që ta të rëshikon këto, se ne klinikën e kemi Family Dental, po shuzëros në bëj pak marketing, dhe kjo traditë vazhdon pastaj. Kjo është ideja, domethënë. Family Dental, domethënë është ideja që ju jeni familja. Ne jemi Family Dental, po. Okej. Tani nuk është mirë me ja imponu fëmijëve, po të paktën mi orientu. E kemi përmendur edhe në podcaste të tjerë këtë pjesë dhe mendimi im sërish qëndron që mirë është që t'ju mësosh diçka. Dhe pastaj nëse do, si në rastin tënd, Pardon. Nëse do dojsh të ndjek fotografinë, nëse do dojsh të ndjek po. Më fani. Këtë pjesën e fëmijëve e kemi diskutuar edhe në podcaste të tjera dhe ideja është që unë do doja, për shembull, po them në rastin tim t'ja mësoja kamerën. Le ta ketë si aftësi, si skills. Dhe më vonë mund të bëhet gazetare, mund të bëhet shkrimtare, mund të bëhet dentiste, mund të bëhet çfarë do, por ideja është që unë do doja të paktën me një aftësi ta lija, me një profesion. Dhe më pas mund të ndjek, si në rastin tuaj, mund të ndjek pasionet, nëse mund t'i quajmë pasione, dhe pse jo, domethënë të vazhdoj të zgjedh vetë atë të ardhmen e saj, por ndërkohë me një bazë. Por përmende pak dentistrin, do doja të dija si ndryshon ndo pak mentaliteti profesional i dentistrisë të Kosovës me Shqipërisë. Unë jam student i Shqipërisë, thjesht jam edukuar në Shqipëri, studimet e para i kam kryer, gjithashtu edhe specializimin e kam përfunduar në Shqipëri, në Tiranë. Kam qenë gjenerata e parë e Fakultetit të Albania University ose UFO si ka qenë atëherë. Po. Brezi i parë vërtet ka qenë brezi i art, sepse janë munduar që të nxjerrin kvalitet, maestro. Kem pas profesor shumë dërum, vlen të theksojmë çerçizmin gomatën të ndjerin, Pavlin Kongu, Rëshdi Qafmollën, emrat të cilat janë skalitur në dentistrinë shqiptare. Dallon pak a shumë pej Kosovës. Kosova, brezin e profesorëve që ka pas në atë kohë, kanë qenë pak a shumë ta quajmë edukum pej Prishtinës, pej Fakultetit Prishtinës, i cila ka qenë e orientuar më shumë me librat ose me skriptet që janë marrë pej Beogradit dhe Rusisë. Po. Kuptohet, mirë është atë vërtet, mirë po
Shqipëria ka qenë më moderne në atë kohë. Unë them gjithmonë se unë nuk i doj, Kosovë Shqipëri nuk i ndoj, po gjithë e dinë se po u përmend Shqipëria më kategorizojnë mu, po flas ka ana e Kosovës. Ne vrapojmë, ata hecin. Ka dëntisa shumë të mirë, si në Kosovë, si në Shqipëri, po do të pyesja bashkëpunim midis jush ka? Patjetër, unë personalisht kam bashkëpunim me gjithë kolegët. Vlen të kësejmë, ma shkas nga emri dentistë shqiptar, po ju keni shtu këto media. Ne kemi pas grupin e parë shqiptar në Facebook. Unë kam qenë administrator dhe jam akoma. Është akoma funksionale, po jo si në atë kohë si ka qenë. Ka pas një havë me të vërtet gjigant. Dhe kemi bërë ndryshimin në stomatologji. Flas qoftë në marketing, se si bëhet marketingu, si bëhet një video, si një prezantim, deri të kemi ndiku deri të studentët, ku studentët shpesher ishin konflikt me profesorët e tyre, sepse i thojmë, po ne këto kemi pa më ndryshe të dentistëve shqiptarë, ne kanë prezantuar shumë më mirë, kështu të ashtu. Një lloj rrisi edhe për vetë profesorët kanë qenë. Thjesht me ndjek trendin, hapin. Unë e kam parë më vonë këtë faqen e Facebookut. Po fati që keni shtu media se ishit penalizu. Jo, në fakt këtë vit e kemi shtruar media, sepse duhet të bënim diferencimin me që ne nuk jemi klinik dentare. Duke marrë parasysh që shumë në faqet në rrjetet tona sociale na shkruanin për çështje trajtime të ndryshme dhe nga që shikonin emrin dentistët shqiptarë si një keyword më vete, si një fjalë më vete, dhe në thonjza u detyruam që të shtonin fjalën media, që ta dinin që ne nuk jemi një klinik dentare, ose nuk jemi një grup dentistësh shqiptar. Pra ne jemi një media e mirëfillt që ndihmojmë fushën e dentistrisë, një media dentare që ndihmojmë profesionistët për të shfaqur më shumë punën e tyre, për të marketuar më mirë veten. Unë realisht kur e kam parë punën e juaj dhe më ka pëlqyer, kam qenë inkurajues në këtë punë me hec, sepse jeni më afër edhe dentistëve dhe më afër publikut. Mos na trajtojnë neve si UFO ta quajmë, sepse frika ka qenë shumë e madhe në atë kohë për dentistëve. Tani kjo një farë forme afrohet shumë afër edhe pacientit. Është e vërtetë se unë i kam parë goxha dentistët dhe ka ndryshuar shumë. Domethënë ka ndryshuar mënyra e trajtimit, ka ndryshuar dentistët vetë, po shfaqen më shumë, domethënë nuk janë vetëm të ngujuar në thonjzat e ajo. Para duhet me qenë barkin e madh, syzat, me qenë pak më mosh, dentisti, kurse sot ndryshon. Sot dentisti mund të ketë një tatuazh, mund të ketë pak trendin. Mund të ketë trendin, mund të ketë flokë gjata, mund të ketë mjekër që shumë shkolla penalizojnë puna mjekrës. Unë shpesher ju këndoj pacientave kur trajtoj kështu. E kam pyetje pak më vonë dhe kur të shkojmë tek muzika, por kam një pyetje para saj që a është kirurgjia primare në jetën tënde, po them? Pa diskutim ka qenë edhe një lloj kthese tek pjesa e muzikës, sepse në momentin kur kam përfunduar specializimin e kirurgjisë orale, unë në farforme kam lënë ta quaj ahengjet ose manifestimet e mëdhaja dhe nga profesion që kam pas muzikën, nga kalu në pasion të quj. Edhe pse mundohem prap të mbaja trendin, të pakten me prezatu këngë të mira, këngë të reja. Në thënë, kirurgjia është primare, pastaj vinë tjerat. Ju jeni dentisti kryesor tek Family Dental apo? Apo, domethënë ju e drejtoni apo merrni fani. Thojnë alfa e grupit nuk boshe dhe më bo alfa, po punat bën alfa. Kuptohet babi, nana kanë qenë alfa të familjes dhe ma kanë besu punën masi që kam dalë si dentist. Edhe çdo gjë mund të them që kalon pothuajse në përdorë të mia. Kuptohet konsultohemi me familjen për ndryshimet e mëdha mirë, po çdo gjë fillimisht konsultohen me mua. Po ndarjen midis fotografisë dentare dhe fotografisë natyrës, po e quaj. Domethënë për ty është diçka një ndarje emocionale, po them, apo e ndan tek pjesa profesionale, për shembull,
çfarë shikon tek makro objektivi që nuk e sheh syri i lirë, domethënë e shikon thëmbin ndryshe kur ti e sheh atë foto, të jep mundësinë ta shikosh ndryshe apo e sheh si gjithë tjerët. Tani fotografia është temë shumë e gjonë. Unë fillimisht kam nisë fotografinë të më intrigon prej muzikës, sepse kur bëjshim koncerte ndryshme me fotograf, më intereson se që është një aparat, se si funksionon. Dhe kur fillum studimet, unë gjithmonë merrja me veti aparatin, edhe më qeshin kolegët, se jemi edhe pak tipa bullizuz. O fotograf, na bëj i foto. Ndonjëherë duhet dhe. Unë e kisha vizionin tem shumë të qartë për çka e marr atë aparat. Nuk e kisha veç sa të thonë që kam aparat. Dhe dokumentojsha raste klinike qysh si student, para pas. Dhe ajo mu më ka bërë që të shoh ndryshe objektin, ndryshe të shoh trajtimin e dhomit. Shpeshherë nëse një dhëm ne që e punojmë na duket perfekt, aparati na nxjerr shumë të palorat. Thjesht po na nxjerr gabimet. Po vlen edhe për klinikën apo mendon se më shumë për laboratorin, për shembull? Vlen patjetër, pa diskutim vlen edhe për klinikën. Se do nxirrte më shumë ato detajet e laboratorit, më shumë sepse në klinik zakonisht postojnë këto foto të para dhe pas. Po pra, atë klasifikohet fotografia, më varet për çka don me nxjerr. Nëse don me bë fotografi për prezantime te kolegët, tush nxjerr detalet. Nëse do me bë për marketing, mjaftojnë softboxat që mos nxjerrin dhe të qetë sa më soft. Po një dentist çfarë duhet të di për fotografinë? Një dentist po them që gati nuk ka ide, sepse nga eksperienca ime në çdo klinikë dentare që është bërë një lloj investimi, po them në marketing, ka një aparat profesional, edhe aparat i mirë. E që s'ja kanë idenë për çka e kanë. Po nuk e dinë, edhe unë njëherë kam gjetur rastësisht po kërkonim një USB diçka. Kam hapur një sirtar dhe shikoj një Sony rreth 5.000 euro aparat, edhe nuk kishte përdorur fare, domethënë ishte një sirtar pa fiks. Shpesh herë mendojnë që aparati ta nxjerr fotografinë e bukur. Në realitet nuk është ajo, mjafton edhe një celular që të kapësh një detaj për çka ty të vjen. Ka të bëj drita, ka të bëj drita shumë, settings. Po, settingsi, dritat, duhet të mësosh, duhet ta studiosh aparatin. Nuk është vetëm haj për nxjerr. Po në një këshillë e përgjithshme, do thoya për dentistin. Ndjekin trajnimin, fillimisht ndjekin trajnimin, sepse shpesh herë u them, nuk është një fotograf i cili mund të bëj dental makrofotograferin. Do të thonë, duhet të jesh fillimisht dentist ose të paktën të kuptosh bazën e dentistrisë. Sepse shpesh herë ca klinika marrin fotograf profesionist që t'i bëjnë foto. Ata s'ja kanë idenë. Nuk dinë se çka do me kap dentisti. Kurse dentisti e din se çka po do me nxjerr. Nëse e njeh aparatin, edhe e realizon. Po zakonisht çfarë doni të nxjerrni për shembull? Çfarë duhet të duket? Për shembull nëse efi te aparati ne e lëjmë më të vogël, atëherë neve do të thonë na rritet ajo fusha e qartësisë, ose nëse është më e madh efi, do të thonë drita futet më ajo parimi i mekanizmit të fotografisë. Nëse duhet me kap një dhëmb do ta kap qartë, pastaj pjesën tjetër do të jetë blur, se fokusi do të jetë tek ai dhëmb. Do të më njoft settingsin se si më realizu. Shpesh herë më thonë, "A ti si doktor, ti më lema settingsin që pi nxjerr ti fotot tua, edhe mos ma luj." Po nuk është ajo. Se ti do ta ndryshosh settingsin varësi të fotografisë që ti do të nxjerrësh. Po jam pak të detyruar dentistët ta mësojnë aparatin sipas te si më. Ju ndihmon shumë, sinqerisht ju ndihmon. Momentin që e mësojnë funksionimin e aparatit fotografik, din edhe me nxjerr atë më të bukur se ç'a punojnë gjatë ditës. Fundit aparatit unë A jam ja? Jo. Veç ndalja muzikën, kërkoj foli. Jo. Po. Më fal. Kuta, apo të vazhdojmë? Po. Tani spojtje të reja, po si do? Po. Në fund të fundit aparati ju shërben kolegëve edhe si një mjet ligjor ku shpeshherë ne kemi edhe që thojnë
paknatësi me pacientin, nëse ti e ke fotografu para trajtimit dhe pas trajtimit, shpeshherë pacienti thotë po unë këtë dhëmbin këtu se kam pas kështu, kam pas kështu. Dhe kemi pas raste edhe seanca gjyqësore ku është dashur me pas një dokument se si ka qenë realisht rasti. Ju them pacientëve fotografoni me radhë sepse është fajl i pa manipuluar. Dokumentim. Po, për dokumentim. Po, edhe unë ja u rekomandoj shumë dentist. Sepse nëse fotografojmë me JPEG, atëherë JPEG-in mund ta manipulosh. Dhe një avokat i mirë ta hedh atë dokumentim me njëri thotë është foto e manipuluar, thotë. Po si me ti mundohesh me shpjegu, thotë, e manipuluar është. Ata aftësi mund ta ketë një avokat për shembull. Kurse ti thua po, unë kam edhe radhi nuk manipulohet. Normalisht edhe shumë dentist, unë ju kam kërkuar, po them gjithë procesin e trajtimit nga fillimi në fund të një pacienti dhe nuk e kanë pasur. Më ka qelluar që mua më është dashur për çështje marketingu. Dhe kishin vetëm foto të pas. Është problemi pastaj i dentistit, sa është i përgatitur dentisti, sa don me ka shumë klinika që nuk e bëjnë këtë gjë, me thënë të drejtën dhe arsyetojnë gjithë te koha, jo s'kemi kohë neve, s'kemi kohë të merrem. Po një foto mund ta bësh besoj. Po fundit angazho asistenten mësoja fotografinë, edhe thush ka për këtë fush, në rregull je. Është çështje minutë, sekondash. Po. Doktor, për muzikën kur je në skenë, e merr doktorin me vete apo mbetet jashtë doktorit? Momentin që unë heq mantillin ose bluzën e bardhë, në fund ditës, unë nuk jam më dentist. Je vetëm në klinik dentist. Babës, nanës i kom thonë, kur jam me mantil bardhë, jemi kolegë edhe do ballafaqohemi në argumente. Momentin që të heq bluzën të puth komën, do të thonë që kam respekti maksimal. Edhe kështu, momentin që unë jam në skenë, mikrofonin e trajtoj si botë, kjo është globi për mu dhe pavarësisht am dëgjun 10 vet, a 100 vet, apo gjithë globi, unë e trajtoj si një diçka shumë të rëndësishme. Nuk e marr, mundona mos ta marr stomatologjinë me vete, sepse ato problemet që janë. Po si do të qoftë, fokusohen te muzika. Muzika kërkon një ekspozim emocional më të madh, kurse kirurgjia kërkon një kontroll emocional. Apo jo? Si e menaxhon të dyja? Vlen të theksojmë një luftar të ushtrisë limbtare të Kosovës, familje nderuame Dauta Radinaj. Sa që më takon thotë ku je njeri me 2 zemra. Një e ket ftoft, një e ket ngrohtë. Të ftofti është te kirurgjia, do thotë që duhet të jesh shumë vigjilant, edhe i ftoft. Do të thotë i ftoft në atë aspektin e gjakut, të menaxhimit situatave, kurse i ngrohtë tek emocionet që ti shfaq tek publiki gjatë muzikës. Dhe më ka ngel fiksim ajo shprehje tina. Du t'i ndash emocionet. Një artist mund t'i bëj këto. Një artist mund t'i bëj. Thjesht futën të rol. E ke zhvilluar si aftësi me kalimin e kohës? Unë mendoj që është individuale. E ke pasur pak si të lindur që e fik? Po, mendoj që dëgjom. Mos mendoj njerëzit që si hajmë ne emocionet me veti, Pse është e pamundur që momentin që hyp 2 shkalla në skenë, kur të shoh publikën përpara, një emocion e marr me veti. Ajo do të ndikojë nesër mbas nesër tek psiqika, tek zemra, tek gjitha. Pastaj tek stomatologjia, momentin kur merr bystrin, është përgjegjësi e madhe se ti po bën një prerje, një dhe detyrimisht çdo dhimbje e pacientit që interpretohet ka lënë edhe tek është efekti galaksi që thonë. Po. Do pej pacientit transferohet edhe tek mjeku. Po tash ai mjeku i cili edhe në rast një komplikimi duhet të shpresh buzëqeshjen e jo të shpresh emocione se pacienti pastaj i bie të fikt kur të shef rrullat mbyll. Ose atë nervozizmin ton. Pacienti duhet i përcjellësh ti ke gjithçka në kontroll gjithmonë, edhe nëse se ka urgjenca apo ka komplikacione, sërish pacienti nuk duhet ta di për sa kohë është në polici. Po pra se atëri i bie që e humb lojën, e humb komplet punën. Nëse kirurgjia do ishte një zhanër muzikor, cili do ishte? Rock and roll. Jo, më shumë shkon te opera. Sepse çdo gjë do të jetë në vi. Se opera
një stonaturë e vogël, çet pe kontrolli direkt. Doktor, kam kur caktuam datën e podcastit, po. Unë shkreta diçka, 2 strofa të vogla. E thash qofse do kem doktorin, mbase do na këndoj 2 Inshallah di strofa. këngën. Jo, i kam bërë unë, do e lexosh, por është pak funny. E shumë e shkurtër dhe mendova pse jo ta do me thënë, është ideja që pisa e parë është pak. Prej pejes në Tiran, ndogon dhamet na I kanë ra. Po mundo me improvizu. Po ja vlen me vazhdu, në poltron me shku. Ta bëj pak Tiranë që. Po, fix. Hape gojen, thuaj është. Ore, kjo është e batuta ma e bukur që kam pas do njerë, sidomos në emisionë të tilla. Do na I thuash nga fillimi edhe një herë. Se është shumë e bukur. Do mundohemi, Është shumë funny. ruje këto, do mundohemi që vërtet ta bëjmë një Ta bësh nga melodi për fillimi në këto, fund. dhe pse jo t'jetë pjesë e podcastit juaj. Po pse jo? Ne Ta organizojmë tamam mënyrë profesionale. mund ta lëm intron e Do I thoj maestro Florin që se na ndëzgjon me na bo. Ku ka si Tirana? Ju kam dëgjuar këngët e tua dhe vërtet më kanë pëlqyer dhe I shikoj edhe me sa shikoj tek videoklipet, po them e përcjell domethënë atë dashurinë që ke për muzikën, dukesh që e shijon. Në momentin që thash marr mikrofonin, e lexoj tekstin, mundona të futem në rol. Edhe shpeshher konflikti më I madh me ta quaj me familjen ose me njerëzit që më thojnë, po kjo këngë të përket ty? Jo më mu, do të pyesim autorin. Tash ç'është e vërteta, ka ca këngë që detyrimisht na prekin jetën private, na prekin jetën e përditshme që Janë bëjmë. edhe pa disa tekste që lidhen drejt për drejt me njeriu. Por do të pyesja edhe për udhëtimet. Vura re, ke qenë në Afrikë, ke qenë në Kinë, ke qenë në USA, ku ke qenë tjetër I kom vu target vetës me mujt me vizitu komplet globin, me lënë nga një. Po deri tani sa shtete I ke numëruar? Nuk di që është vërtet, ka shumë vende që kam qenë. Mua më bëri përshtypje Nairobi apo. Nairobi. Ai ka qenë udhëtimi, ka qenë udhëtimi Mombrens Lëns ta quajmë, ku organizuam një ekspedit për wildlife fotografi. Do të thonë fotografi të botës egër. Pasi që du të ndërlidhim pak të kjo pjesë. Fotografia e botës egër është vazhdimsi e fotografisë dental makro, ku unë fillimisht kam fotografu insekte, masi që jam ngarku emocionalisht me punën e përditshme, dhe është desh me shkarku diku energjinë. Delsha natyrë dhe fotografojisha insekte. Pastaj, pe insekteve, mu intrigoj këtë që insekt kushe zinxhiru ushqimori kujt është, kujt shpendi. Edhe e shifsha momentin kur e ushqente për shembull një X shpend. Atëherë bleva lente të tjera dhe fillova të eksploroj botën e egërt. Të interesohem për to, të studioj për to. Si rrjedhoi deshta me dal. Pastaj ne krijuam grupet e para të fotografisë botës egër në Kosovë dhe Shqipëri. Në Nairobi keni qenë grup apo Kem qenë grup një diku 12 vet ishim, 12 fotograf botës egër. Nga Kosova. Nga Kosova, Shqipëria bashk. Sepse ekziston grupi Wildlife Albania Photographers, grupi I parë që ne kemi ndërtuar. Do të thonë jemi me grupet që nga mirë, do të thënë si puna dentistëve shqiptar që kemi qenë celula, ashtu thotë kjo Wildlife kemi qenë celulat e poshtë. Sot fatmirësisht shoh që ka shumë fotograf botës egër që mundohen të bëjnë foto. Është inkurajuese, është e mirë sepse sa më shumë fotograf botës egër ruhet natyra më mirë. Ruhet natyra, zinxhiri që na rrethojnë. Në kuptim, si e ndihmon, domethënë. Po mirërisht kemi, nuk kam kur gjë kundër gjuetarëve, po kemi gjuetar të pa informuar sakt dhe vrojnë çfarë do që ju del përpara. Ktu në Shqipëri apo kudo në Shqipëri e Kosovë.
bota ka rregulla strikte, edhe Shqipëria, Kosova me lexu ti rregullat ti thush pas ka vend ma ligjor. Mirë po kur ti e shef se çka po gjuhet, atëherë është merr. Ne në Rrugovë, malet e Rrugovës edhe vendet tjera kemi mbi 50 kamera kurth, cilat i vendosim për me eksploru zonën se çfarë lloj kafshë shpendi po vazhdon andena. Dhe pastaj janë ca studime që bëhen, për shembull, mundohem me numëru sa kok arri kemi në malet e Rrugovës, për shembull. Kur ti e shef që në kamerat kurth vjen një person me Kalashnikov, ti thush, kjo apo den në luftë, apo den gjëtia den. Kjo është e tmerrshme den. Kështu që Po e bëjnë sa ma shumë fotograf, për qef, apo e bëjnë për hall. po nuk po di më sot nuk është po për hall, dhe përpara është arsyetuar se ushqimi, mungesa, më the tash. Sot ka gjithë dyqanet janë plot mish. Po është ajo ego për me vra. Po flas tek gjyqtarët. Duhet të ekzistojë shoqata gjyqtarëve sepse duhet bëhet nivelizimi ose norma, mos të kemi më shumë dera të egër për shembull ose ndaj diçka që e dëmton natyrën. Dhe janë periudhat ose sezonat se kur mund të gjuhet. Po edhe ajo natyra bën balancin, kështu që prandaj duhet të ekzistojë një ujk në male që të bëj balancimin. Duhet të ekzistojë një shqiponj që të Në kohën e Covidit, fotot më interesante të kohës më interesante, po them, përveç pjesës të urgjenca, kanë qenë kur kafshët zbritën në rrugë. Besoj i ke parë. Dhe domethënë natyra, si të thuash, bëri atë të sajën, bëri njeriu, kjo çfarë kupton nga kjo? Domethënë njeriu e parandalon, po them, ciklin e natyrës, apo si ndikojmë neve në natyrë, nëse kafshët dukeshin të lumtura, në kohën e Covidit ne ishim ata që ishim kafast. Shiko, në kohën më ktheve shumë në emocion. Në kohën e Covidit unë kam qenë kafsha më e lumtur. Pse u them? Se kisha drejtën ekskluzive dilja pa jep domethënë pa pas ndalesa për lëvizje. Kisha 3 leje në faktikisht qarkullimit, që mu lejonte leja qarkullimin 24 orë, një monitorimit natyrës, një leja e gazetarit investigativ, sidomos me punimin me dron për monitorimin e pandemisë, dhe treta leja e mjekut kujdestar 24 orë. Nuk e kisha problem qarkullimin. Po për mu ka qenë lumturia më e madhe sepse dilja i lirë në natyrë dhe kisha afër çdo lloj krijese të botës egër, ku ne arritëm të finalizojmë dokumentarin e parë të botës egër. Dokumentari i cili edhe sot mund të them lirisht është një dokumentar ambasador për vendet tonë, Shqipëri, Kosovë, se aty nuk e kemi bën dom. Besoj mund ta gjejmë në YouTube. Mund ta gjeni në YouTube, mund të anis edhe linkun që ta shikosh. Është bën një punë kolosale dhe fal atij dokumentarit ne e kemi vu Divjakën, luginën Divjaka Karafastas si një lloj qendre, edhe liçeni Shkodrës, një qendër për ekoturizëm, ku shpesh njerëzit prej gjithë botës vinë që shohin pelikan, flamingot dhe të bëjnë fotografi me to. Fal asaj, ne morëm edhe dekret presidencial që na pajisen me nënshtëtsinë e Republikës së Shqipërisë, ku unë jam tepër krenar, domethënë kam 2 nënshtëtsi. Kjo është e bukra e pandemisë, ta quajmë, edhe pse nënshtëtsinë e ke marrë 1-2 vite para Covidit, po puna për dokumentarin kanë qenë shumë më hershëm. Si e shikon lidhjen e njeriut me kafshët, po them? Domethënë sepse shikoj që ose njëra ose tjetra. Ja, nuk është. Ka një lidhje shumë. Në Covid gjatë ka një lidhje shumë për kafshët e buta, okay, e kuptoj që ne kemi edhe marrëdhënie, por sinqerisht edhe kafshët e egra, vetë që mjafton që ti mos t'i dëmtosh zinxhirin e jetesës që ata kanë, dhe thjesht bosh mish me ta. Dhe ata të kuptojnë që nuk je person i egër. Shiko jashtë ekzistojnë shumë guida, shumë ligjet janë ato që vendosin rregullën,
dhe mund t'i shifsh kaprojt shumë afër, shqiponjat, shpend të ndryshëm që nuk tremben, sepse është përditshmëri aty në. Kurse te ne, si të na shohin, 100 metra nëse na shohin, ikin. Pse se edhe vetë kafshët e kanë instalu në genin e tyre se ne jemi vras për ta. Kurse në diasporë, jashtë, në përgjithësi, nuk e kanë të instaluar atë lloj geni. Interesant. Na shohin si predator. Neve na shohin si predator. Kurse jashtë jo, të vinë të dorë, të vinë, se kanë problem. Se e din që ti nuk je ai si dëmton. Ke rastisur ndonjëherë për shembull në një situatë rrezikshme? Po, kena pas disa herë raste të tilla. Si të mos harrojmë diçka se është e dyta fotografi më e rrezikshme për tu bërë. Kush është e para? E para është fotografia luftrave. Okay. Do të thonë gjitha fotografët të zonave. Mos ishte në një fotografi balenash. Jo, aty do dal prap. Kjo pjesë është e wildlife-it, ku unë bëj pjesë të zhytja. Fotografia e luftës kuptohet, e protestave, krizave të ndryshme, mund të shkojë jeta nga një plumb, nga një granat, nga një rrëzim. Po, normalisht. Po pjesa. Kurse kjo pjesë tjetër është se ti futesh në një habitat të pa kontrolluar, edhe mund të rastishtesh me predator ose me kafshë të cilët mund të sulmojnë. Ti me çfarë rastise? Ne kemi në Afrikë, kur ishim atje, ne patëm një krizë me hipopotamin, u futëm në ujë dhe u ofruam shumë të voglit hipopotamit. Dhe në atë moment ai filloi që të na sulmoj. Dhe fatkeqësia ka se futen në ujë ata, mund të futen në ujë. Po, ata në pjesë të ujit. Momentin kur donte me ndez motorin e skafit, nuk ndiste motori. Ta shifsh ti një hipopotam kur hap gojën, gjithë atë gojë, e ti ke një bark sa gjysma gojës ti. Pas ke... Oh, no. Kum jam mbajt, je nuj. Ka qenë një rrezik. Rreziku tjetër ka qenë kur shku me fotografu Golden Eagle, po aty ka qenë rrezik më shumë pe ftoftit të madh. Ishte temperatura minus dhe ne ishim, pothuajse ishim koçit, ishim ngri nga ftofti, duke pritur 6 orë që të na vinte Golden Eagle ose shqiponja malit, shqiponja dy krenare që kemi në flamur. Ajo ka qenë krizë, pastaj komunikimi me Ariun, i cili nuk na sulmoj, po u ngrit në dy kam. Momenti që ngrit në dy kam, ty s'bjen moment për fotografim, po se si... Po në këto raste, për shumë nëse unë përballem me një ari, tani shumica thonë ulu, ose mos reago, ose mos lëvisja, këto që na i mësonin që fëmijë. Në ato momente është stresi që ty të mbizotron edhe... Kalon në një survival mode që në një të kap adrenalina dhe njeriu mbase s'di të reagoj, ose... Arin përgjithësi kam frikën e njerit, nuk ka që sulmojnë, po flas... Sulmi tyre është vetëm në rast se janë me të vezlit. Në rast se janë me të vezlit, prandaj një rekomandim për gjithë ata që na ndjekin, momentin që janë nëpër male, le të bëjnë zhurmë. Ose me zile, ose me buri, ose le të bërtasin, thjesht, le të bëjnë dominancën në atë zonë, sepse ti nuk e din se çfarë mund të shifet mbrapa një pemës që nuk e sheh, ose mbrapa një shkure. Po në rastin e ujqërve se kam parë... Ujqët janë të këshi kur janë në tuf. Po, kam parë, sa po e pash në fakt një video... Po t'jen në tuf, mund t'jetë rrezik. Po, të kjo video që pash unë nuk i prekën fare, do më thënë ata ishin fotografi, dhe ishin shtrirë të gjithë. Ku, një Lenstone? Se dje e kam parë me thënë drejtën, edhe më bëri përshtypje se... Në varet a kanë qenë të rritur ajo, se nëse kanë qenë të rritur... Një ujk i mbronte të tjerët nga... Do më thënë i mbronte njerëzit, po them nga këta të tjerët, ishin më agresiv. Po prapë se prapë, alfa është ai, i cili ose mbron ose sulmon këtë rast. Po, mirë është këta që dalin në përmale, e din më mirë, mbanin edhe spray, piper. Piper spray, ajo është që i largon. Doktor, po zhytja, se edhe kjo është goxha interesante. Sa e duhet pjesë. E di cila është pyetja e parë kur zhytesh, të ndalojnë? Apo, ka fillu parë. U hap tash? Apo ma herë? Pak në kisha plan tek, nuk duke. E kjo ardhë.
Mund ta bësh montazh të ndenë. Kuadrin tjetër. Plani bus më duke, plani madh. Okej. Po mirë, mos e fut planin e madh, gjatë saj kohe më fut mua. Okej. E kjo. Mbaj shëndim mos e harros. Mundova mos të ndaloj tani më shë. E kjo. Të fillojmë te zhytja edhe një herë. Të zhyti po. Okej, kalojmë pak tek zhytja, edhe e O, sa shikoj duhet që pjesë. e ke një pasion goxha të madh. Do doja të dija këtë pikë së pari. Të ndalon koha kur je brenda në ujë. Domethënë, a është kjo pjesa më kur ti e gjen vërtet atë qetësinë tënde, kur thon atë elementin A di tënd. çka kam frikë të zhytja? E kam frikë të zhytja se mund të jetë fundi i jetës time aty. Pse? E them kushtimisht kështu sepse momenti kur futem zhytje, e gjithë familja është kundër. Po pse ka që rrezikshme është zhytja? Ka të bëjë ndoshta për çështje shëndetësore që kam kaluar si fëmijë, po unë jam njëri i pabindur në këtë pikë. I pabindur sepse e du gjithmonë atë risin ose tren, çka nuk shohim realisht. Mos harrojmë diçka. Çdo njëri prej neve ka qenë zhytës në barkun e nanës. Edhe momentin e parë që futën në zhytje, kuptohet taçet e para ose Po. mësimet e para kur ti i merr dhe fillon ta ndjesh tamam veten zhytës, aty e kupton sa e bukur është jeta. Aty e kupton çfarë fushie ka uji, çfarë fushie ka natyra, çfarë fushie ka Zoti aty kofshi fal. Domethënë edhe e përdorim na një shprehje kur thojmë Zoti poshtë i kalon bukurit, kurse nalt i kalon, më fani shprehje. E kuptoj. Më thënë, çka mrekulli, çka fenomene të cilat ti përballesh me to, sa e haron gjithçka çka është jashtë, e thush, o Zot, bënëm peshk, triq tu, bënëm ndaj balena, ndaj diçka. Është një emocion shumë i veçantë. Aq shumë të pëlqen domethënë kjo pjesa. Unë kam bo apnea diving si moshën 15 vjeçare, kështu të mundojsha që të futem fellësi të mëdha pa bombola. Pa bombën. Dhe aty më pëlqente ajo pjesë dhe Po cila është thellësia më e madhe që e zhytur? aktualisht kam shku deri në 42 metra, 42. po tek një zhytës nuk ka vlerë shumë thellësia që ti bën. Ka të bëj orë të punës sa ke bë edhe çka ke eksploru. Mos harrojmë diçka që zhytja parimisht don disiplinë strikte, disiplinë ushtarake. Çdo gabim mund të kushtoj me jetën. Çdo forci e jotje që unë hajtë se po shkoj edhe pak ma thellë, kur ti s'ke pajisjet e duna për me shku ma thellë, mund të jetë me fatalitet. Është goxha e rrezikshme. E shpesh herë të rëmben emocioni. Po. Sepse poshtë ti kur ti je vërtet dokën të vetja që aty çka po rri edhe një 5 minuta këtu. Kurse rregullatorët këto kompjuterat e dorës tregojnë sakt kur ti duhet me bë dalën jashtë që mos të rrezikosh jetën. Zhytja diçka shumë për mua është shumë e veçantë sepse un kam filluar dhe zhytjen edhe sheri fotografisë, botës egërt, desha të zhvilloj edhe këtë disiplinë të fotografisë, po nën ujore, ku kam arrit disa foto shumë të bukura të realizoj. Kuptoj pasioni është që takoj tiger shark, balenën blu, fokat ose luan të detit. Ku gjenden këto? Un kam vizituar Hurghada në Egjipt, dhe aty kam has shumë specie. Uganda. Hurghada në detin e Kuq dhe kam filmu breshkat, disa lloje të breshkave, kam filmu lionfish, i cili tani kohëve të fundit kemi gjetur edhe në brigjet e Adriatikut, që është si specie shumë e rrallë, sepse ajo realisht është në ujrat e ngrota, më të ngrota, si specie. Të rëmben. Është goxha interesante, po këtu në Shqipëri ka domethënë në një kurs ose diçka në një Po janë gida. Këtu e ke bërë në një grup këtu se në të gjitha e ke bërë nga zhytjen e parë kam bën në Tiranë, këtu, më fal, në Vlorë.
Në Vlorë Në Vlorë, në zhytjen e po, parë, zhytjen i kam 45 shumë miq metra ke ata bërë të këtu. Gvidës, urdhë? Zhytjen 45 metër. 45 ke metra bërë e kam bën në Malt. Okay. Në Malt ku kemi eksploruar anijet e fundosura dhe na rrembeu emocioni shkum Po për është e tenorma. lejueshme domethënë që ka një lloj limiti Po pra janë ligjor në janë fund, gradimet, sa janë mjekësor, gradimet. apo si. Un jam të përfundu për yllin e tretë. Ylli i parë është domethënë ty të lejohet zhytja në ujërat e hapura, po jo më shumë se 20 metra. Po si merret ylli tjetër, domethënë Janë çfarë taqet, vetes? janë taqet, janë leksionet, ligjëratat, janë praktikat që ti duhet të ndjek me guida të specializuar dhe të licencuar. Se jo çdo guid mund të jap ty leje edhe të gradojnë me yll. Unë e kam mentor maestro MC Bekën, e quaj ose Bekimin, i cili ai është kujdes për mua gjatë gjithë kohës. Edhe guidat e Vlorës, Antonin, maestro Antonin, e këta janë shumë njerëz specializuar. Besoj tani në verë do vish më shpesh në Ne Shqipëri. zakonisht në janar bëjnë zhytje. Është më Ne mirë. nuk e kemi të ndaluar kohën, sepse veshim kostumet e përshtatshme Nuk për e ndjen temperaturën e fare. ujit. Kemi kostumet të trasha, kostumet e holla, në varet Në Pogradec të ka qelluar të shkosh? Pogradec jo, po komplet brigjet e detit të Shqipërisë, po thoshin Pogradec çdo. i ka goxha thellësi. Unë jam nga Pogradec. Ke fjalën për liçenin? Liçenin po. Jo, nuk kemi zhyt aty. Unë personalisht jo. Ta rekomandoj sepse edhe aty është. Patjetër. Do të interesoj më ka guida ti. Nëse vjen Pogradec, na telefonon ne këtu, pjesë e stafit jemi goxha nga Pogradec. Doktor, po a mendon se pasioni artistik të ka bërë më të mirë klinikisht? Të ka bërë më të zot, Ma kujtove një fjalë të profesor doktor Ngadhim Domit, një ndër implantologët e parë shqiptar me origjinë është i Gjakovës. Kur na mbajti një ligjërat neve, tha sa nga ju merren me art ose me muzikë ose instrument ose çka do qoftë aty. Ishim 2-3 vetë aty. Në salla ishte diku 50 mjek. Tha me keqare për ju them po, këta që ngritën dorën, këta mund dalin kirurg zot. Kurse ju mund dalni kirurg me titull, po zot është pak problem, sepse arti, muzika ty t'jep një lloj afiniteti, një lloj ndjeshmërie për pra, nuk janë të kundërta shkenca dhe arti. Absolutisht nuk janë të kundërta. Shpesh shihen si të kundërta. Jo, shihen nga ata që se kuptojnë. Po ata që e kuptojnë artin, edhe vetë stomatologjia është art në vetvete. Ti duhet me vesh, duhet me ndëgju tingujt, krepitacionet, ku po prek, ndjenjen taktile, me pas zhvillum. Më thonë, shumë gjana të lidhen me art. Aty i sofistikon, aty i perfeksionon, që kur të futesh në profesion, pastaj ti din, edhe sa me shtyp, edhe sa me tërheq lembon. Pse neve na ka ngel ajo dentista është shumë dentist i vrazhd. Çka ka bua jetën e vet, gjithmonë vetë dentist ka qenë, po është i vrazhd. Se kupton atë ndjenjen atë. Kurse tek shumë mjekë që merren me muzikë janë më fin pak, janë më delikat, dinë me trajtu pak më ndryshe. Në sfond e lojnë një muzikë më të qetë. Janë shumë elemente. Do më thënë dentisti duhet të shprehi veten edhe në pjesën e artit. Në çdo pjesë, në çdo lami. Për të bërë më mirë, për të qenë më... Në çdo lami. Jam kurioz edhe për pjesën e turizmit dentar në Kosovë. Është trend i madh siç është këtu në Shqipëri apo Shqipëria ka një fat se ka afër Italinë, Greqinë, ujrat, detin, po. Ka resurse natyrore shumë të mëdha që me zhvillu këtë pjesë të kësaj dentistrisë, kësaj pjesës dentistrisë. Kurse Kosova është më pak e shprehme, edhe pse Prishtina po avancon bukur mirë. Po mu çka po mlem për shtypje, se me thonë drejtën dhe po më bën pak nervoz. Se shqyqy që ekzistojnë shumë grupe që merren me turizëm dentar, shumë organizator, edhe shpesh kom pas telefonata nga ta. Shiko, unë po jam një guid, një kësi agjenci turistike për turizëm dentar, mund bëj kështu, mund sjell klient.
mu puna fast food ose ushqimi i shpejt nuk më pëlqen. Po flas për veten. Po. Në këtë zeje, ose në këtë zanat, ose në këtë profesion, nuk jom hi që me bo lek shpejta. Jom hi me bo punë të mira, kur bom punë të mira, edhe leku nuk ka me mungu. Është traditë e familjes, personalisht mu më bën nervoz, më jap pak stres. Unë gjatë punës du me pas komoditetin tem, du me trajtu protokollin në implantologji, du me trajtu plagën ashtu si duhet. Kurse çka po shoh e çka po ndi mjerisht, po shprehna që të jetë ndoshta edhe një lloj që thojmë mësimi, po bëhet punë shpejt, punë pa kriter. Ka ardhur pacienti, i ka një javë ditë kohë, një javë ditë qitja implantet, bëje barën, vendose, bëje dhomët, merja lekët. Pastaj ku po vin problemet, jo po unë kështu, jo ti e pin duhanin, jo po ajo, jo po kjo. Domethënë, mundohen që ta arsyetojnë veten. Mendoj që në këtë pikë duhet jetë pak ligji më strikt, të funksionojnë pak më mirë shoqatat e dentistëve shqiptarë, e jo vetëm të bëjnë konferenca që të jemi obliguar ne si dentistë shkojmë në konferencë, marrim pikët dhe pastaj marroj puna. Pastaj ku ka të bëjton edhe niveli i çmimeve ndryshojnë, se për një turist dentar ti duhet marrësh sa t'jap. Po bjen niveli. Kom përshtypjen që po bjen niveli i stomatologjisë. Edhe njerëzit pastaj me drejt, me keqardhje, po thonë jeni bo si tregtar, jeni bo ashtu, jeni bo, nuk po na trajtojnë mo si dentistët përpara si kanë trajtuar. Në perëndim, dentisti zë vendin në majet të sobës, që thonë, në majet dhomës. Kurse këtu të ne dentist, ok. Kjo është e keqja. Kjo ndodhi sepse për shkak të numrit të madh të dentistëve apo për shkak të Këtu gabimi është fillimisht e politikat menaxheriale të shtetit. Sepse nuk po them që mos me studiu njerëzit. Mbase një Po kanë hap edhe fakultete pa kriter, kanë hap numër pa kriter. Mbase shteti i hyn në punë të ardhurat nga ky turizëm. Po bre, po mos harro se 80% pacientave, 80% popullatës çka është në Kosovë, Shqipëri janë invalid gojës fal dentistëve, mjerisht. E këtu mjekësia ligjore ka shumë punë me bo. Edhe do i vi radha dhe kësaj pune. Se si do pështojnë, se si do kalojnë, jetët mu po çdo i dyti klient ose çdo i dyti pacient që vjen është invalid i gojës. Pra e shek si një dallgë kalimtare, po them. Duhet jetë kalimtare sepse pastaj çu bë puna, ku mbetëm neve din. Do bëjmë gjithë me implantë dentare. Doktor, po për dentistët e rinj, çfarë shek një gabim që e shikon shpesh tek ta, por nuk i ndalon dot se e bëri atë gabim, sepse mbase prej atij mos fiksohen direkt tek parja. Tek paroja, mos fiksohen direkt tek parja. Le të fiksohen te një punë shumë cilësore, pastaj që të jep rezultat, pastaj klienti do ta bjen tjetrin. Suksesi nuk do t'i mungoj asnjë dentisti nëse e bën punën me përkushtim. Edhe shpesh i them, nëse një gjë se kishe bërë tek shëndeti jote, tek goja jote, tek familja jote, te nana, te baba, mos ja bëj tjetrit. Sepse fundi pacienti ty të beson, ta beson edhe jetën, edhe është ignorant ose i padijshëm në fushën e stomatologjisë. Beson se çka do që ti thush ti beson. Por tash është edhe keqja deri diku e ka bërë vetën punën edhe me kjo marketingi dentar, edhe marketingi në Instagram, në YouTube, në çdo sferë të marketingut, sepse po prezantohen vetëm që diskutuam më herët, vetëm fotot, vetëm rezultati. Edhe pacientët pastaj shpesh na vinë me fotografinë, edhe thonë, "A mi bën çështu dhëmt?" Unë çështu si bëj dhëm, po ti bëj për rastin tënd. Çdo rast është unikat në veti, na nuk punojmë seri, dhëm seri. E kuptoj, kjo ka dhe anën e mirë, sepse kur pacientët shohin këtë dhëm, po them IMAX, ose shikojnë dhëm shumë të bukur, këtë buzëqeshjen hollywoodiane, po them, ju lind pak ajo dëshira për ta pasur atë. Dhe prej këtu
Po veç dentisti duhet me bo ato. Një shkëndi nis nga kjo, që është një shkëndi e mirë që mund të ndezë një zjarr. Por duhet shkuar tek doktori dur, domethënë duhet parë që Duhet me studiu. Unë duhet prekur në fillim pjesa e funksionalitetit, sepse nëse ti nuk ke funksionalitet, nëse nuk ke pjesën e nofullës, po them në rregull, pjesën e kafshimit që mund të jetë i kryqëzuar, mund të jetë. Nëse ti nuk ke këto gjëra, atëherë këto dhëmbët e bukur Normal. nuk do të vlejnë as. Normal, janë parimet bazë që duhet mi respektuar. Një trajtim i mirë kanalar për shembull, një funksion i mirë i arkadave dentare, një mastikim i mirë. E jo vetëm hajt po bëj dhëmbë të bukur në fund mas një viti me probleme. Dentisti ka përgjegjësi gjithmonë ndaj pacientit dhe kjo është një përgjegjësi që zjat, në kuptimin që edhe mjekët kanë një lloj përgjegjësie, por disa mjekë, për shembull, unë kam bërë apandesitin. Kam hequr apandesitin dhe tani Kam bërë edhe unë atë. jemi kolegë në këtë pikë. ai doktori im e hoqi, ai mbaroi punën se ç'a nuk ka për çfarë më ndjek më mua ai, në kuptimin që Po të dentistria ndryshon. tek dentistria ndryshon dhe këtë dua të them që ti e bën aty, mund ta bësh kirurgjin, mund ta bësh për gjysmore, por ai implant apo ajo çfarë do Do qoftë, të ngel me vite. të paktën 10 vite në thonjza, ose mban një lloj përgjegjësie për 10 vite, por ideja është që ti për gjysmore po bën një punë për 10 vite. Dhe ai moment i vogël që ti e kalon aty në stall për pacientin është 10 vjet, për ty është gjysmore. Pastaj edhe diçka tjetër që apo më pengon te kolegët, realisht është garantia. I thot po unë të garantoj 10 vjet. Çka garanton? Duhet një cek. Se kur po kalojmë pas një vjeti po fillon ai jo, po unë nuk kam garantuar këto, se s'kam garantuar këto se. Ti mund të garantosh, mund t'i thosh qëre, nëse të ndodh me të ra një implant, unë do ta mbuloj, është çështje jote private, pastaj e mbulon ose mbulon. Po jo që ky implant unë garantoj që ky implant mund të rritë 10 vjet. Nuk e din Allah. Nuk e din si është prognoza, se si ushqet pacienti, a kujdeset për higjienën ajo. Nuk është lavatrice dhe të thuash t'jap. Prandaj lindjen edhe konfliktet mes pacientit edhe mes mjekut. Doktor, disa pyetje të shpejta, kirurgji apo sken, ku të rajnë duart më 2 shumë? vjet. Po duhet na zgjidhësh një tani. Kam shumë shirë, nuk i ndoj dot. Ja, duhet na zgjidhësh një. Nuk i ndoj dot, sinqerisht. S'mundem. Pas njëre s'mund të jetoj. Cilën pajisjes do ta jepje kur? Drillin apo kamerën? Apo është një pyetje sërish? Janë të ngjashme. Është e njëjta pyetje. Po mirë, kjo. Okay. Shiko, okej. Unë kam pas problemin e parë kur kam le aparatin e parë, tash nuk ndalem. Po ta bëj ndryshe pyetje. Po, okej. Nëse nuk do ishe doktor, çfarë do ishe? Këngëtar. Këngëtar. Po pas këngëtarit? Fotograf. Më pas besoj zhytja. Zhyt. Ka gjithmonë një e ke gati një. Unë për shkakun nëse nuk do merresha me marketing, nëse e kam. Unë jam të eksploru edhe para gëllajt, domethënë të testu veten në lartësi të larta, në fluturim. Kam bërë disa toqe, po nuk e shoh, ato e shoh thjesht si relax. Je hedhur me parashut apo para? Jemi hedhur, po edhe jemi hedhur. Para dalin. Po jemi hedhur edhe me motor, pastaj kemi filluar pej tokës, kemi hip në lartësi mbi 3000 metra lartësi. E ke bërë dhe këtë? Po ma disa herë edhe me shumë, edhe fëmijët i kanë futur. Që njërë ishe me motor. Po me motor e kemi bërë më shpesh. Me motor e kemi bërë më shpesh. Është. Dhe si është kjo ndjesia e hedhjes nga? Është pak më Si do e përshkruaj për shembull? Thjesht me një fjalë, me 2 fjalë, me 1 fjalë. I lajthitur nga trut. Veç ata mund ta bëjnë këtë punë. Në atë moment mendon apo nuk mendon fare? Mendon mendon, si po mendove. Nuk mendon. E ka menduar ta bëjë në Dubai? Ta sugjeroj. Po bëj me unë guid. sfidoj veten kështu, po E bëj me guid gjithmonë. Po normale me guid, po është goxha e frikshme, domethënë që tani më kapin disa emocione. Është e bukur. Sidomos nga ajo zona Pogradesit, ke çka sheh, ke drilonin, e ke liçenin, e ke shumë elemente ke aty. Po, unë po flas për tu hedhur me parashut vet. Jo, mendova me motor, po edhe për tu hedhur atë duhet ka malit.
Në rrugova ndena bon, ndena se ka lartësi më e madhe, Po, duhet edhe një është lartësi një goxha e lloj madhe. piste që e sfidon pak veten. Duket goxha e frikshme dhe interesante, por besoj kismet Zotit do e provojmë një ditë. Çfarë do i thoje vetes 20 vjeçare? Ka diçka për shembull që mbase dikush që është 20 vjeç do e merrte edhe si këshill për ty. 20 vjeçarit. 20. Ç'a do i thoja? Ose mbase po them student, ose viti i parë kur nise kirurgjin. Në aspektin e jetës, martohu 19 vjeç. Krijo fëmijë sa më shpejt, që ata nesër mu të bëj krah joti edhe me kriju një staf të besueshëm. Që ti kur fillon me kriju brandin tënd, e ke njerëz të besueshëm afër vetes, siç e ka bëu baba jam dhe mama jam. Për ndryshe, sot është bërë shumë vështirë që me kriju staf besueshëm. Ti ndërton kolegun, dentistin, investon ta, dhe vjen një moment ku ai ose i duket vetë që ka arrit atë pikën ku ton, edhe ose të shkëputet nga ti në mënyrë patësore, ose në mënyrë me lajka, me dredha. Këto do t'ja sugjeroj. Pastaj studimet e dështimet e këto janë pjesë të punës, ato do mësosh. Sugjerimi jote është nuk besoj se do merret parasysh nga Unë jam martu moshën 21 vjeçare, po s'kam bëu fëmijë me njerë, këty gabimi ka qenë ma herë ka pa fëmijë më. Unë kam bërë një njëjtën gjë dhe prandaj them që nuk do merret parasysh sepse i shikoj që tashmë mosha ka ndryshuar koha, domethënë 20 mosha jonë, si të thuash, brezi 90-s, po them. Tani, çfarë bënim në 20, këta brez po i bën 30. Domethënë, që nga pjesa e krijimit familjes, e krijimit të lidhjeve, domethënë duan të shijojnë një jetën, duan të shijojnë veten, duan të bëjnë disa gjëra, pastaj do t'i bësh gjitha, për Zotin do t'i bësh gjitha. Unë jam t'i bëj gjitha. Nuk po mungon kur gjë. Po thjesht dëm një lloj programi që me ujtë me kap, sa më i ri që e kap programin e jetës. Edhe unë do doja që fëmijët i kisha bërë, unë kam 2 fëmijë, kam 2 goca, do doja t'i kisha bërë shumë më përpara. Domethënë, po them 10 vjet më përpara, por 7-8 vjet më përpara do doja t'i Po kisha thom, bërë. sa më herët më mirë. Po, sa më herët më mirë Që të luajmë PlayStation me fëmijët tanë. pastaj çore, shiko, kjo puna martesë se hym te fell këtu. Tu ekzistojnë 2 kategoritë njerëzve, të martuar, domethënë, të mëshmit edhe të martuar. Pastaj budalla s'ka mo. Që sa më i ri, jem më pak i mëshëm, bën gabimin e jetës, por kur e bën gabimin e vazhdon pastaj. Disa thonë të martohesh i ri është si të largohesh nga parti në orën 8. Disa e thonë Shko me menusën parti, çka thotë? Shko me menusën parti, knaqë. Shiheni bashkë. Doktor, çfarë? Apo do me shokti, me shku me pi bira me krigla. Me sot na lento. Me që jemi në këtë Omi, çka ke bëti? në ujrat e familjes, po them të çfarë është luksi i vërtet për ty? Luksi i vërtet është të kesh goca. Në familje të kesh goca. Unë i kam 2 goca, kam engine e madhe, është 15 vjeçare, e kam asjen vajzën sheqerin e shtëpisë 4 vjeç. Edhe gjithmonë thotë, unë i kam bëu 4 vjet, domethënë jam rritur me 4 vjet i kam bëu. E kam çunin 13 vjeç, Iglin, i cili ndoshta po don me na dal pe rrjedhave të familjes, ku i dihet ndoshta mund të bëhet futbollist në Premier League, ku e di. Hajde inshallah. Aktualisht është tek U13, edhe është pjesë kampion i ligës vet për momentin. Është ëndra e shumë baballarëve shumë i fiksuar pas futbollit, që fëmijët ju bën futbollist. Ne nuk kemi dash me çute futbolli, ai ka shku vet pa na pyet neve. Kjo më pëlqen kur ka një dëshirë të veten fëmia për shembull, jo ti më orientu patjetër te stomatologjia. Ai momentin që ne kemi ku shkoj djalë atë, kur po marrim vesh kishte shku në trajnim. Edhe ka ngel aty tani. Unë i kam ndjekur të dyja, domethënë kam luajtur futboll deri në një farë pike, domethënë gati me skuadrën dhe kam qenë dhe në boks. Dhe boksi ka qenë pasioni im, ka qenë një ndër, domethënë në futboll unë luaja në fushë të madhe siç luan,
nuk e shijoja. Domethënë nuk ndjeja atë që unë ndjeja në boks. Ka qenë një Boksi por disiplinë. ka të bëj kjo që po unë shkoja i pari në boks. Domethënë pa ardhur profesori dhe e kisha këtë grintën, e kisha teknikën, kam pasur dhe trupin gati perfekt me sa ma shpjegonin dhe ata profesori. Dhe ka ndodhur kjo që ai është larguar nga Shqipëria. Dhe në momentin që ai u largua, unë nuk munda ta vazhdoja dot më sepse ai më jepte atë konfidencën. Ai më ngrinte, më stërviste veçmas. Është rezultat. Edhe tha do të bëj kampion, edhe më rriti me atë mentalitet rreth në një vit. Më pas ju desh të largohej në Amerikë dhe unë e lash. Dhe kam lënë dhe gjithmonë e kam marrë me vete këtë ndjenjë që unë do isha bërë një boksier shumë i mirë. Por që tani nuk ekziston më si opsion. Shiko këto artet marciale ne jemi shqu që di me dal talentat naj në botë. Qoftë në judo, qoftë në olimpiada, kështu që marrim trofe. Kërkonte goxha edhe guxim, domethënë sepse është një disiplinë shumë e madhe boksi. po. Mu më pëlqen personalisht, po se kisha rekomandu për për shkak tronditjeve që merr tek pjesa e kokës. Sepse vinin trajnerët e futbollit për të na marrë sërish në futboll dhe jo, na thonin që për çdo goditje në kokë ti u mbet disa mira qeliza, nuk e di që plus që është dhe kjo pjesa e veçve të fryen të ngelen akoma. Doja të pyesja nëse ke 2 orë të lira dhe je vetëm, çfarë bën në atë moment? Nga gjithë Ku ti gjejmë ato 2 orë të lira? po zërin se i ke, çfarë do bëje? Domethënë do relaksohe, nuk do bëje asgjë apo Jo, nuk do të relaksoj, do merrem prap ose me muzikën ose me këtë fotografinë. Ose me familjen, po në nuk qoftë piçuj se- këto pjesë orëve të lira se familja është obligim. Po, normalisht. Në qoftë se do të pyeste dikush, ma përshkruaj veten me një gjest, Meni? me një gjest, me një akt, për shembull, Aktu- kjo mund të jetë fotografi, kjo mund të jetë shkulje dhëmbi. Këtu mas mirë te më ka përshkru Florian Bina që shfrytërosin ta përshëndes përzemërsisht. E kam mik të zemrës. Dhe ai më ka thonë, Granit, unë e bona rolin portokalli për ty. Po akoma se kom po atë rol se ai doli për portokallis në atë kohë. Kështu që do t'i them Florit, po shkrujem njërë se si e ke mendu ti. Po ti vetë, do Po, ma shumë edhe te muzika, domethënë, ndoshta te muzika dhe se njerëzit profilizojnë. Më kanë njohur më përpara si këngëtar. Pastaj normal, tash më njohin si dentist, po si këngëtar më kanë njohur pak më herët. Okej. Këto janë disa pyetje thjesht për të vazhduar atë që unë nis. Pra, një dentist i mirë duhet të ketë mbase mund ta vazhdosh me një fjalë mbase. Një dentist i mirë duhet të ketë një shpirt artistik. Okej. Kosova më ka mësuar Si ta du Shqipërinë. Shumë e bukur. Arti më ka shpëtuar nga Nga vesat e këqija. Që mos të kem vesat e këqija në jetë. Do thotë gjithmonë arti më ka orientuar që shik, këto mos e bëj se të penalizon këtu. Këto mos e bëj se të penalizon këtu. Muzika dhe dhëmbi kanë të përbashkët? Çdo gjë. Sepse edhe kënga me dhëmb bukur del më bukur. E bukur. Qofse para një kirurgjie, çfarë këngë do zgjidhje? Nëse do duhet ose po them do zgjidhje vetëm një këngë para kirurgjisë. Cila do ishte? Zakonisht kur bëj kirurgji edhe kur punoj, kam dëshirë që mos të ketë tekst mbrapa. Se Pra le të jetë një muzikë instrumental. Për shkak se gjatë vendosjes tekstit, shpesh bëhem nervoz kur ka ndaj tekst keq. Do thon, hek mane se kjo është sfida më e madhe me stafin tim, kur të vendosin për shembull tajna ose ajo ose kjo, mirën ata në momenti po s'jam përkuar që po nuk jam të po kirurgji. Ose më tradhtove, më lëndove, lese kirurgji jam të bo. Këto janë më tipike, po them, në muzikën shqiptare pjesë. Po, ama unë vendos muzikë në sfond pa tekst që mos fiksohem tek
teksti, po tek muzika. Doktor, po klinikën në Pej, kush e menaxhon? E kam një fat mall që e kam nusën time, Blerinën, e cila jo që menaxhon vetë klinikën, po menaxhon edhe mua. Do më thonë që Vështirë me të menaxhu ti. është pak vështirë, se dal ka herë për rrjedhave mirë, po prapë se prapë ajo ka shinën, është koka e punës. Faktikisht, unë jam koka e punës e ajo qafa. Është dentiste vetë? Është infermiere e diplomume, e cila kujdeset edhe për stafin përgjithësi të menaxhimit, edhe është e ka fakultetin e biznesit për ekonomi. Që nga fix pra, profili që nga i kompletuar. Shiko, është më fat, kesh një person besueshëm në klinik që doktori mos merret me pagesat, po doktorit merret vetëm me trajtimin që do bën te dentisti, pastaj tek pacienti. Pastaj pjesa tjetër kalon nëpërmjet durve të nusës time, e cila merret me gjitha pjesë tjera përbërëse të klinikës. Po besoj dhe për ato që ti merresh jashtë klinikës ka qenë një mbështetje e madhe, besoj sepse Pa diskutim, që mblerjen aparatit po, më ka thonë, unë të njoh ty se kush je. Momentin e parë që ke ble këtë aparatit do ta shesh shtëpinë për pjesë tjera. Shqyqyr shtëpi nuk e kem shit mirë, po pjesë tjera mos diskutohet. Sa që del në risi edhe tallë me to, se tash se po dalidhe me këtë pjesë shkurt. Isha me një mision në Kosovë dhe më bëri pyetje gazetare ku më tha, po doktor, si ja del me gjithë këto shpenzime atë gjykon gruaja. Po. Unë thonë, ekziston orka zezë. Kjo fjale jeme ka kushtu shumë. Jo veç të kun, po dhe të kolegë të shokët e mi që në ratojnë që rrimë bashkë. U qunë gjithë gratë të tyre, ku e ke orkën e zezë që ti blenë gjanët e nuk deklaron? Kurse orka zezë të unë e kryot nëpërmjet bakshisha vendasën, nëpërmjet punëve tjera stomatologjisë, kësi të muzikës, dhe ajo shërben që të blejtë sa gjana dhe pa kur t'i bim shpetot, po kjo pajisje për shamu, ma falem, si s'ka ma dhonë, dikush e më falë, kështu më dhonë, veç ty po të falin, edhe futit internet, veç e mërë në një serial, futit internet, thot, shiko, kjo pajisje, e pas ka vlerën, ka shumë po të falin ty, ka shumë dojnë mu. Kjo Më bëhet qefi dhe gjithmonë në një njeri, sidomos një njeri si ty që shek gjithmonë të radhës për të bërë, duhet jetë një mbështetje me pa tjetër nga bashkëshortja e tij. Po mos ishte mbështetje, sinqerisht nuk do isha ky që jam. Thojnë, mbas një burri suksesshëm, shifet një grua suksesshme. Është e vërtetë. Doktor, një mesazh të fundit, kemi ardhur në fund, një mesazh të fundit për të gjithë ata që duan të ndjekin pasionet e tyre, për gjithë ata që nuk duan të po them të qëndrojnë vetëm në një, po them në ata akvariumin e kufizuar, por duan të hidhen në atë detin e pafundëm. Çfarë do i thoje për përfshirë dhe dentistrinë, sepse unë e di që shumë dentistë të rinj kanë shumë talente dhe kanë shumë potencial, dhe duke i kombinuar me disiplinën, mendoj se të gjithë duhet të shprehin atë potencialin e tyre të vërtet, por është pak e vështirë, me thënë të drejtën, dhe disi ti ja ke dalë. Dhe duke qenë se je gjaj një shembull që mund ta marrin dhe të rinjt, si ja ke dalë, do me thënë si ja del që të fundit klinika është dhe biznes, duhet të bësh dhe biznesmenin, duhet të bësh kirurgun, duhet të bësh fotografin, kameramanin, zhytsin. Shika, këtu thashtë edhe njerë, këtu ndërlidhen shumë gjana që nga formimi jëtë si fëmijë që je, edhe vazhdon se si ndërtohesh. Prindët e mi kanë mendu me kriju staf besueshëm, na kanë orientu neve si stomatolog pej fëminisë. Por në anën tjetër nuk na i kanë anashkalu pasionet, na kanë lënë vetë me rrjedhë se si ku po dojmë. Pastaj kur u formum, u bëm mjek profesionist, krijuam kuadër të besueshëm, po nikosisht na kanë ngel pasionet e fëminisë. Ato pasionet e fëminisë tash ti veç a don me gjetë kohën. Në momentin që e ke një pasion, mos hezito, po zhvilloje. Krijo disiplinë, siç e përmendë, disiplinë strikt rregull,
Nëse ke dështu njerë, s'do me thonë që s'ke me bo herën e dytë ma mirë, po mos ku ndala. Çdo dentistit ja kisha sugjeru me pas edhe një pasion tjetër. Për shkak se nëse veç ton ditën ti jenë në klinikë dentare, nuk e sheh botën mund, thjesht mendon se kjo është bota jote, poltroni edhe vdiqe. Shumë kolegë mjerisht, po flas gjeneratat e mesme edhe më të vjetër, nuk kanë pas në jetën e tyre pasione, ose i kanë pas, po si kanë zhvillu. Nuk i kanë zhvillu. Thjesht pej mëngjesit deri mbrëmë janë krysur në poltron. Kur kanë dalë bised me shokë për një kafe, për një muhabet, nuk kanë pas temë se çka me zgjedh për pas dhënëve. Po. Kështu që zhvillojni pasionet e juaja, mos hezitoni, krijoni disiplina, krijoni atë profilin tënd, sepse jeta është e bukur, nuk është vetëm profesioni. Atë duhet me shiju jetën. Kjo është ndoshta mendimi im. Dhe kjo është dhe mbyllja perfekte për këtë podcast. Ju falenderoj për zemrës, për mua ishte kënaqësi shumë e madhe, sepse ky podcast Dentistët Shqiptar Media më asocion edhe mblidh me shumë gjëra, sidomos me Shqipërinë, që asnjëherë na nuk e kemi bërë një ndonjë ndomje Shqipëri-Kosovë, pavarësisht që u bëm dy shtete, po në temel jemi një. Inshallah që edhe kam bënë mbar të presim dentistë të tjerë nga Kosova, pse jo? Mendoj që pasi që ta shohin këto do vinë tjerë. Do vinë, i presim me kënaqësi të gjithë, edhe mbas e ti na pret në pej një ditë. Me kënaqësi më të madhe. Po do vim si staf. Po ju presim me shumë kënaqësi, se keni çka me bë, Okej, faleminderit doktor. Respekt, faleminderit. Unë e këmë gjatë këngën